Jemi rikthyer në studio për pjesën e 2. Do të flasim për reformat territoriale Mazniku me arritjet e 2014-s drejt bashkimeve europiane për Shqipërinë 2030. Ua, do me thënë sot, nuk kemi për ta hequr nga goja këtë hapje në mbylljes, ë? Po. Dhe për ata që nuk na kanë ndjekur në pjesën e parë, sapo kemi hapur, pra jemi në fillim të hapjes së mbylljes të negociatave. Franci, po tani negociat. Është kundrinor apo është rrethanor? Tashi, nuk e di me thënë drejtën qa është kundrinor apo rrethanor, po që është i drejtë është. Tani me që jemi këtu, Franci, këto bashkit, si do ndahen këto, se ishin 360 komuna e bashki, dhe pastaj u kolektivizua në 61, po tani si do ndahen? Qa do bëhet? Se qa do bëhet, o motra ime, një zote di, po kështu si që janë bërë, kanë qënë dështimi vërtet. Tani më fale, themi do të në këtë dështimi vërtet? Në falë zotit emisionin me këte, mbaj. Po me që se ti do ilustrim, do një shëmbull, ja po të themun, zonën e Myzeqe, se njeti? Unë. Ishte pytjek shumë, si të them, si për hapje të temës, e normal që e nje, Myzeqea është hambar i Shqipërisë. Është e vërtet, Franci, çfarë nuk bëhet aty në Myzeqe, është një mrekulli e vërtet. Dhe si që ka thënë Enver Hoxha, Franci, aty vetëm bananet nuk bëhen. Aty më ri, se tani jo vetëm bananet që nuk bëhen, po tani ka rrezik që as Yonxha dhe tërfili nuk rritet më, sepse në Myzeqe dashuriona nuk ka ujë për vaditje. Jo, në Myzeqe? Po, e ndiqe. Sot kemi ardhur në Gramsh të Lushnjës. Më ndiqni pak, ju lutem. Gjithë kjo zona që shtrihet përpara nesh është zona e Myzeqes dhe shkon deri në Divjak, ndërsa në krahun tim të majt shkon deri në afërsi të Fierit. Pra e gjithë Myzeqea është zona e Tërbufit, që dikur ujëmbledhësi i Thanës e ka ujitur gjithë këtë zonë. U bë 35 vjet që tashmë ky ujëmbledhës apo ky kanal nuk funksionon. Dhe është tharë. Gjithë banorët, gjithë fermerët i kanë ngritur syt nga qielli 35 vjet sepse nuk vjen më as një pik ujë nga ky kanal. Ja. Kjo që mund të konsiderohet me plot gojë hambari i Shqipërisë. Ju jeni banor këtu? Po. Kanalin që dikur ka pas ujë këtu, që ujisnin tokat gjithë zona. Tani me çaj ujisni? Hiqe, pa ujë, s'ka ujë. Si s'ka ujë? Nuk ka. Sa vite? Ka 30 sa vite. Kësa është demokraci, s'ka ujë. Po me çaj ujisni ju tani? Hiqe me... Po s'ka pra, me shurë. Rregullove traktorin. Po. Ta është i bëj shurë mbaqës. Shikojeni, ka 35 vjet nuk kalon pik ujë. Kjo masa e ujit që është këtu është për shkak të shirave, jo se qarkullon apo vadit gjë. Pra, tash rriten vetëm kallama, bimësi, shkurre, sepse dora e njeriut nuk bëhet fjalë. Ja, vazhdojmë. Kjo është vazhdimi i kanalit. Ja, çfarë gjendje është. Xhungël. Këtu jemi në dushk të Lushnjës, në të dalë të dushkut në fakt. Ky është kanali ku dikur kalonte ujë, pra ku ndahej nga rreth rrotullimi i Grabianit dhe kalonte në dushk deri sa shkonte në fushat e Tërbufit. Dikur e them sepse sot nuk funksionon më ky kanal. Ne shkojmë drejt pikës fundore,
ku është edhe fundi i qarkullimit të ujit, pra mbi kanal, në rreth rrotullimin e Grabianit. Më ndiqni. Këtu ndodhemi tek rreth rrotullimi i plukut, rreth rrotullimi që të çon në Lushnjë. Pasi ndoqëm kanalin, arritëm në pikën fundore ku është edhe arsyeja e vërtet pse gjithë pjesa tjetër e Myzeqes nuk ka ujë, sepse ky kanal pra degëzohet, një deg shkon drejt plukut dhe një deg drejt dushkut. Drejt dushkut nuk ka pikën e ujit, sepse është e bllokuar për shkak të ndërtimeve, për shkak të autostradës dhe u bë gati 40 vjet që ka mungesë ujë kanali. E gjithë rrjedha pra shkon drejt plukut. Nëse dikush do ndërhyj, ta pastroj, ta rregulloj këtu, ti sajoj një rrjedhë ujit, gjithë pjesa e tjetër e Lushnjës do lulëzoj, do ketë ujë. Ja pra ja, kjo, pikërisht kjo është arsyeja. Jo, këtë gjë nuk e prisja, Franqi. Nuk e prisja që ti ishte Myzeqeja pa ujë. Kjo është një befasi, që është kjo që kështu? Të lutem më thuaj që po talë, se me këtë egzagjerimin e emocioneve të tua mua më bën të dyshoj. Pikërisht në këtë kohë, Franqi, ku politike qeverison dhe kryeministrit ton të nderuar, Edi Rama, është, Franqi, kjo bashkimi i kooperativës. Po një sekond, ta sqarojmë se nuk janë kooperativa sinkone e Enverit, po janë kooperativa moderne këto, janë kooperativa të Bashkimit Evropian, perëndimore. Pikërisht, bravo, faleminderit, Franqi, dhe pikërisht në këtë kohë, do më thënë që na janë hapur dhe këto negociatat e hapjes së mbylljes si ishte që kjo. Që kemi folur gjithë emisionin sot, Franqi. Pikërisht në këtë kohë nuk ka ujë as aq sa ka pasur në kohën e kooperativat e Enver Hoxhës. Po që të thot motra shkret, qa sjell Perëndia nga lart e merr toka edhe çoç nxjerr në një gjë më. Pastaj se qa duhet të nxjerrë shteti, s'di qa të them. Po mirë tani se në Myzeqe, Franqi, mund të ketë edhe kështu, madje ka, besoj, rezervuar, ka kanalizime, si s'ka ujë, nuk e kuptoj. Tani më kujtove fiksa të shprehjen që tha, ore që është mulli me erë, unë këtë e marrë veshta, po ujë nga i vjen. E ç'lidhje kishte me temën kjo tani? Kjo ka lidhje këtu, jo nëse që Myzeqeja ka ujë, ka. Po. Që Myzeqeja ka rezervuar, ka. Që Myzeqeja ka kanale, vaditje, kanale kullimi, ka. Po, fshatarët nuk kanë ujë. Tani këtë e thonë fshatarët apo e themi ne? Shiko, si fillim mirë, mendoj që të rregullim pak termin. Jo fshatarët jona, fermerët europian të Myzeqes. Me qa u isni këto bimësin tuaj, prodhimin tuaj? Me asi gje, s'ka këtu asi pikuj. Ja, si që shikoni vetë mi fjellë këtu, tu tërgoj unë ku janë kanalet të gjitha, edhe këtu s'ka asi pikuj. Sa vite? 35 vjetë. Janë blokuar, vjen ujë deri në plukët edhe këtej vjen asi pikuj. Shqetësimin e kemi ngrit vit për vit, të zotrin që merren, që janë kompetent për këtë punë, ujë nuk ka. Ne duam i fjell ujin, se tani të punësuar në shtetë nuk vend gjithë. Ashtu, do hekim grurin fut misër. Ju do një ujë se punët i bëni vetë? Pa i bëjmë vetë punën, ne nuk kemi thirrë në argat nga dynjaja, se është bërë tërbufi më kejt nga mali. Shikoj e si e ke. Asi pikuj s'kat. Këta e ka gjithë zonë, a? Po gjithë, është nga dushku, njësi administrative dushk, e deri në thanase nuk ka asi pikuj. Imagjino nëse do kishte ujë, çfarë do bënte kjo zonë? Kjo do bënte mrekulliret, si që ka bën kënë kohën e Xhaxhit, që këtu ishte tërbufi, ishte gjithë në ujë. I gjithë edhe këtu mi fjell nuk ngrish as gruri, as mis, çdo gjë. Ju as misës prodhoni? As i gjes prodhojmë të. As i se edhe gruri mi fjell që kemi si vjetë në raqik shi mi fjell, më shirë zotit është. Kjo do ishte hambari? Pa është e jo do ishte, pa i është. Vetëm ujë mi fjell, na bje ujë edhe bile se gjithë kjo zonë këtu mi fjell janë njerëzit shumë të mirë, edhe punëtor, po ujë s'ka. Dhe ju i mbani sytë? Pa, nga zotit. Në qelë? Pa tjetër. Sa mishallah na bje një pikëshi që të marim një kokër misër, apo një kokër lule djeli, apo grur, apo qa është kjo punë. Nga thana vinte dhe shkonte në divjak ati edhe. Kur erdi puna, ne lashim të gaj kanali. Kishte ujë sa donje. Mi po sot,
po të vesh të shikosh, nuk ka pikën e ujti, ja ku është kanali kryesor këtu, s'ka as i pikë ujti. Po ujë s'ka. Nuk ka kanale. Sa vite ka që s'ka? Kjo se është për sistemi. Dhe ti thua që kur unë të pyes a ka ujë, ti thua s'ka kanal. Nuk ka kanalet, janë mëllur gjithë kanalet. Ka që rëndësishëm është kanali? Po ke kanali s'ka ujë. Pa ujë, ja të kam grore helbet janë pa ujë janë gjitha. Mjellë mizës, mjellë do s'ka ujë. Po punove, po pa dhe investim, po pa dhe ndihmë nga shteti, punohet, jetohet. Po s'pa dhe asë gjithë punohet. Po pëse, zotë, çfarë ndihme do nga shteti ti? Si çfarë ndihme do nga shteti? Dua ujtin. Si pëse s'ka ujë? Ku ka ujë? Kemi 30 vjetë, 35 vjetë, 36 vjetë, s'ka ujë. I morën i prishën ata, nuk bënin ato të nëhoqës, do nga këto të sëshmet. Po si ja bëni pra në mungesë të ujë? Si ja bëjmë mjak, unë për shembull që kam marrë gjithë atë kohë, kam pasur 3 hektar vresht. Tu s'ka blektori, kanë hequr gjitha, s'ka një lop, nuk ka një dele, një dhi. Ujë. Po ujë sjell jonxhën, sjell trofilin, sjell misin, sjell grurin, sjell lulën. Dhe gjithë këto kultura ju nuk i mbillni vetëm për Gjitha këto kultura mbillen, po mbillen pa ujë. Ja vlen ta vazhdojmë apo të themi natën e mirë? Po, tani, më falë, a kemi që tjetër për të thënë? Kemi sa për shembull, ndonjë njëri që po na ndjek tani, mbase po mendon edhe që po mirë më kur janë këto në muze që kështu, po në zonat e thella. Në zonat e thella, Franci, zbatohet paketa e maleve. Se atje për shumë ku nuk bëjmë do të bujqësi, ne bëjmë turizëm. Po turisti që ha? Se të kujtohet ty Sifi, kryetari i Bashkisë të Divjakës, që i thoshte kryeministrit, janë 2 milion kastraveca, 2 milion domate. Po, më si s'më kujtohet, Franci. Shumë mire kam parasysh madje. Por, duhet të them që gjitha i treg global, nuk është të thënë se ne e marim se s'bën domaten për shembull në muze që ne mund ta marrim nga Spanja, apo Greqia që e kemi edhe më afër. Kur thua ti, po më që në fundit edhe në Greqi, fermerët muzeqar po i prodhojnë domatet, kështu që zëre se i ke të vëndit. Fiks, ati lushnjarit Franci i bje më rehat të shkoj nga lushnja në Igumenic, se sa të shkoj nga shtëpia vetë tek ara vetë. E themi do të këtë ne? Ua, e themi se që keme të me Franci, dhe nuk është e themi ne, po e thonë fshatarët. Të lutem. Fermerët Europian të Bashkuar. Vazhdojmë të jemi në Gramsh. Kjo është rruga që i shërben fermerëve, pra është rruga lidhse që të çonë në përgjithë sipërfaqen e fushës dhe kjo rrugë shkon deri në Divjak. Ja, shikoni se në çfarë gjendje është kjo rrugë. Ja, këtu është një tjetër degëzim rruge, e cila u shërben si rruglidhse fermerëve për të shkuar dhe për të punuar në tokat e tyre. Ja, një tjetër rrugë, shikoni çfarë gjendje është. A mund të punojnë do të fermerët ta përdorin për mjetet e tyre, sigurisht për autokombanjat, për gjitha pajisjet, për të mbledh prodhimin, për të punuar prodhimin, ja çfarë gjendje është. Batuta jote e famshme, Franci. Tani që është mullim e erë, e mora vesh, po uji nga i vjen. Uji vjen nga rezervuare dhe teorikisht duhet vi dhe nga kanalizimet. Po, jam dakord. Po kush merret me këtë punë? Po pse Dirama do merret dhe me këtë? Po,
kush e tha këto, unë se thash. Jo, ti nuk e the, nuk e Jo, se po artikulove. m'kesh kupton që është Jo, madhe. një sekond. Toni që përdore dhe gjua jote e trupit, ishte si të thoshte që po ky Edi Rama ç'a bën më. Ja, të lutem shumë. Unë e kisha në kuptimin Franci që a ka ndonjë institucion që merret me këtë punën e ujit? A ka ndonjë zyra? Unë këtë kuptim e kisha. Mirë, po të jetë për këtë punë? Po, pra. O ne kemi bord kulltimi, kemi bord vaditje, kemi drejtori bujqësore, po të jetë për struktura? Plot janë administratat, se jo për gjo jona, po duen mbajtur me buk dhe patronazhistët. Lëre se e kupton. Lëre se kanë kuptuar një gjë shumë të madhe sot, Franci. Moj për hajer, që kuptove? Tani e kuptova unë pse nuk na dalin ata kur vemi ne për të marrë intervista në përzyra. Po do zoti e ke gjetur, pse, ha? Po se janë të mbushur plot me patronazhist, me Franci dhe nuk duan që të zbulohen. Prandaj nuk na folën ata të lushnjës, ne? Ajo, tani, nuk e di tamam çka ka ndodhur atje, se unë fola kështu në përgjithësi, po si ishte kjo lushnjës, pse çka kanë bërë ata të lushnjës? Ata folën, po nuk folën. Aha. Kemi ardhur pranë drejtorisë së ujitjes dhe të kullimit këtu në qytetin e Fierit. Shkojmë, interesojmë një brenda institucionit për të marrë një përgjigje. Kush është Fredi? Përgjesin e lushnjës. Përgjesin. Po dhe a ish me atë projekti. Edhe ai në Greqi. Po. Dolëm nga institucioni ku biseduam edhe me drejtorin teknik me zotin Evarist Koliqi, i cili pasi e dëgjoi kërkesën tonë, na premtoi se do vjen në lëvizje dhe shumë shpejt do na vënë në dispozicion edhe përgjigjen. Se përse akoma ende pra nuk punon ai kanal që ka këtu e 40 vjet është tharë. Shpresojmë të marrim një përgjigje sa më shpejt. Vetëm pak momente pasi dolëm nga drejtoria rajonale, na kontaktuan specialist në telefon dhe na premtuan se do të na japin një prononcim, vetëm se duhet të lëm pak kohë që ata të koordinohen me Ministrinë e Bujqësisë dhe më pas do të na japin edhe një prononcim duke na shpjeguar edhe arsyet pse kanali nuk funksionon. Kaluan kaq ditë, ne kemi pritur dhe askush nuk na ka marrë në telefon që të na japi një përgjigje apo një prononcim dhe të na japi sqarimin fundit përse u bë kaq vite që ai kanal nuk funksionon. Nuk e kemi një përgjigje, për fat të keq. Po ç'të thon të gjorët, ë? Uj ka, po nuk i shkon fshatar. Më fal. Fermerëve Europian të Bashkuar. Dhe që ti mos të ngatrohesh më, Franci, që thua fshatar atyre të shkretëve që kanë tokë, po s'kanë rrugë për të shkuar tek ajo tokë. Dhe që teorikisht kanë ujë, po nuk e çojnë dot në arën e vet. Tani si duhet zgjidhur kjo punë? Po kush i zgjidh këtë çështje? Pilinçi. Tani, Jona, të lutem. Mos të na ngatro politikën globale, politikën botërore me këto hallet e vogla të zonës. Hallet e vogla të zonës, kush i zgjidh? Lere, deputeti Franci, sa më the lushnje ti mua, fap më kujtua direkt dhe e lidha me Sajmir Koreshin. Bravo, bravo, tani je fiks në temë, se Sajmir Koreshi ka folur edhe për Europën, ka folur edhe për qenefen të shkolla, ka folur edhe për spitalin, për shtyllat elektrike, për rrugët cop-cop. Bravo, dhe si të mos kishte Sajmiri mendimin, opinionin e ti dhe rezervat e ti për këtë punën e ujitjes, e ujt, që në fundit është pika kyçe e bujqësisë. Tani, mos më thuaj që e gjetëm në lushnje. Shiko, kjo pyetje mund të ishte shtruar dhe të kishte kuptim nëse do thoje mos më thuaj që i gjetëm në Tiranë. Se Sajmir Jona është nga ata që vjen në Tiranë 10 minuta përpara se sa të filloj seanca dhe ikën për në lushnje 5 minuta pasi ka mbaruar seanca. Në qoftë se do të pastroheshin kanalet e Myzëqes dhe ajo taksa për 42.000 lekësh për hektar që paguan çdo banor, se tani quhen bashki s'ka më komuna, i njësive administrative që janë zona rurale, bujqësia do të lulëzonte, sepse çfarë duan banorët? Duan kullim gjatë dimrit që mos përmbytet dhe vaditje gjatë beharit. Por si mund të vi ujë apo të kulloj ujë me këtë situatë kështu kur këtu taposet nga gjithë mbeturinat që vinë. Pra, këtu s'ka ujë të pishëm, qofse do kjo zona këtu të çon njësive administrative Dushk. Çudia më e madhe që gjysma e asaj zonës nga Dushku si fshat, pjesa poshtë, Konjat, Gramsh e tjerë me radhë, ky kanali nuk çon ujë.
Pra, ati është një dispens, kështu kanali që kthehet prap ujë mbrapsht dhe ata kanë gjithë jetës që nuk vadisin për 36 vjetësh, po të quajmë që ka ndryshuar situata, atë njëjtin gjë kanë ata që nuk vadisin, kanë hap puse. Në të gjitha zonat besoma si Hyzgjokaj, kur komunat që unë vajta dhe kam nxjerr plane pafund, që ka sa dush rezervuare të krijuara në lartësi 200 metra, pafund vetëm se nuk janë portat që dalin që të rrjedhin dhe të vaditen fshatrat, janë çdo standardi, pra nuk funksionojnë. Për kosto minimale, argjinaturat me i mirëmbajt dhe kosto e tyre gjithë zona do të ishte lulëzim, ma besoni këtë, sepse kosto njeriu për të hapur pus, plus energjia që nuk i vetes në shumë të rasteve, ju do ta besoni, banorët e këtyre fshatrave shkojnë vadisin natës sepse gjatë ditës nuk ka energji elektrike. Nuk mundet këta banorë që të pagojnë taks ujë, taks gjelbërimi, taks pastrimi, po pse rrugë është kjo, shiko, tu kalon treni, a është tabel kjo, po kjo është çmenduri fare, më dhe e gjithë zona është e tillë. Është turpshme fakt të mendosh se ne jemi pikërisht tek rreth rrotullimi i plukut dhe banorët deri tek fushat e tërbufit që nuk vaditet pothuajse gjysma e Myzeqes. Ky vetëm, ja, pikërisht ky është problemi, mos pastrimi. Po kaq kollaj vëllai, një shikoj sa ujë aty. Kaq kollaj. Po të hapet kaq kollaj, është një skrep larg. Pra, po të pyes bashkisë sa skrepa ka apo s'ka një skrep, turpi zot. Turpë. 35 vite. Po 35 vite s'bleni një skrep. Çfarë duan njerëz, infrastrukturë? Duan kanale, ti vej ujë të vadisi, të hapje i tjetri portën të vadisi. Ky fshati më i lodhur është 30 vjet pa vendor. Po t'jen 2 skrepa, i dalin tepër te Myzeqes. Që më dhori bie 2 skrepa, një me qaf gjatë dhe një tjetër normal dhe hap gjithë kanalet e Myzeqes. Problemi është që ata duan dorën me shtetit. Dora e shtetit është zero. Do shumë pak, kanalet e dyta dhe tretat, atë kulluset, i ka bashkia, pra pjesa e bashkisë bëj punën e vet. Po t'i shtroj dhe rrugët e parcelave, e di si ndryshon ky qytet, pse e them këtë, sepse ul koston e prodhimit tek direkt e fermierët. Pra ne jemi qytetet, na klasifikohet qyteti i 8 në Shqipëri për numër popullsie, një qytet elit sepse furnizojmë me të ngrënë me të pirë gjithë Shqipërinë, dhe nga ana tjetër na trajtoni si të kategorisë tretë, pra si në Afrikë. Sepse nuk na hapi shërbim, nuk na përkthen ato që japim në këtë vend. Këto ishin çatat edhe për sot. Mos harroni takimin ton të radhës nesër në 20:00. Deri atëherë, natën e mirë. Kalofshi bukur.